Një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar komunash votojnë të sëmurit dhe personat që gjenden në vuajtje të dënimit me burg apo në paraburgim. Sipas të dhënave nga KSZ, sot të drejtën e votës e realizojnë 4.826 persona të sëmur, 1.256 persona të burgosur në 14 burgje të ndryshme të shtetit, si dhe 214 persona të vendosur në 13 qendra për kujdes jashtë familjar. 90% të burgosurve që kanë të drejtë vote gjenden në burgun e Idrizovës, gjithsej 1150. Atje votimi bëhet në mënyrë të organizuar, varësisht nga cili repart vijnë të burgosurit. Ata sillen me furgon special dhe përsëri kthehen në repartin ku vuajnë dënimin. Në Idrizov votohet për 30 komuna në nivel shteti. Pas përfundimit të procesit, flet votime të vendosura në zarfe dërgohen nëpër komuna. Избирачки список има 620. Некаде гласаме за 30 општини на цела држава. Барем до сега, све е во најдобар ред, нема никаков проблем. Се надевам дека и така ќе се одвива до завршување на гласањето. Материјалите ние секако во коверти ги пакуваме, се носат до општина и после натака си продолжуваат они со дистрибуција. Nga të burgosurit që vinin për të votuar, me disa ndodhte që të mos e gjejnë veten në listën e votimit dhe ktheheshin prap. Ata që votuan kërkojnë kushte më të mira infrastrukturore në komunën prej nga vinë. Да, јас сакав да гласам, ама ме нема у листата. Ме нема у листата, ја дојдов да гласам, ме нема у листата, не знам зашто. Заради тоа сакам да гласам. Општина си? Општина Чаир. Советот и градоначалникот да бидат од деста партија за да се завршат муките во град Скопје. Од која општина доаѓате? Газибаба. Од Газибаба. Да. Што има потреба Газибаба? Превише населување, инфраструктура во водовод, канализација, превише згради изградени, кои што се голем терет на инфраструктурата што постои таму. Të drejtë vote në rrethin e dytë të zgjedhjeve kanë gjithsej 1.013.375 qytetar. Votohet në gjithsej 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Në komunën e Shutorizares do të ketë përsëri votim për këshilltar, por vetëm në 3 vendvotime, pasi gjykata administrative shfuqizoi rezultatet e rrethit të parë pas parregullsive të konstatuara. Në rrethin e parë u zgjodhen 44 kryetar komunash, ndërsa në Gostivar, Vrapçisht, Qendër Zhupë dhe Mavrove Rostush do të përsëriten në zgjedhjet pasi nuk u arrit censusi i nevojshëm.